shikues, mirëmbrëma, jemi përsëri në podcastin Okult në rubrikën Okult Konspiracion në pjesën e dytë të familjeve të kabalës ose familjeve që kanë formësuar rendin botëror në këto një shekull e gjysmë apo 2 shekuj të fundit. Para se të fillojmë emisionin, dua t'ju kujtoj t'i bëni subscribe kanalit ton Okult që të merrni notification sa herë që ju nuk jeni të përqendruar ose në YouTube ose jeni të përqendruar në punën tona të përditshme, ju vjen notification ose informacioni me sinjalin që ju informon që kanali juaj preferuar sapo ka hedhur një emision. Duam të falenderojmë sponsorat tanë të emisionit, të cilën ndihmojnë në vazhdimin e këtyre emisioneve të bukura dhe interesante dhe të veçanta, do të thoja, në të gjithë televizionet dhe podcastet në gjuhën shqip. Njëkohësisht do të keni një numër telefoni ku mund të na shkruani në WhatsApp, ashtu siç keni bërë deri më sot, dhe ne do t'ju përgjigjemi sa herë ta shikojmë të arsyeshme që shkrimi dhe informacioni juaj janë të nevojshme për të komunikuar. Mirë, e fillojmë me familjen Strauss. E kishim lënë këseja, Strauss. Do të flasim, ju lutem regjisë, fotot në krahun tim, do të flasim për Nathan Straussin, i cili ka lindur në vitin 1848 dhe ka vdekur 1931, ja ku e keni këtu në foto. Është nga një familje Jewish gjermane dhe ka lindur në Otterberg, në ish qytetin e Pfalzin, i sunduar atëherë nga mbretëria e Bavarisë dhe ndodhet sot në shtetin gjerman. Ka qenë fëmia i tretë i Lazarus Straussit, i cili ka jetuar në vitet 1809-1898 dhe gruas së tij Sara. Ishte tregtar dhe filantrop pra Nathani, amerikan, që ishte dhe bashkëpronari 2 prej shtëpive të biznesit në New York City, siç ishin dyqanet e mëdha të McKay and Company dhe Abraham and Strauss. Është një nga themeluesit e mbiemri i tyre, është një nga themeluesit e qytetit të Izraelit sot, Netanjah. Këta humbën gjithçka pothuajse në luftën civile amerikane dhe më pas familja u zhvendos në New York City, ku babai i tij themeloi Strauss and Sons, një firmë për punime me enqelqi dhe me qelqurina. Familja Strauss zotëronte gjithashtu sklevër dhe zhvillonte biznese me pronar tjerë sklevërish, duke marrë dhe disa njerëz të dikurshëm që kishin qenë sklevër në veri me familjen pas disfatës konfederatës. Vazhdojmë me antarin tjetër të familjes, Oskar Strauss, i cili ka jetuar në vitet, ja ku e keni në foto, 1850-1926, ka qenë sekretari i tregtisë dhe i punës, ky është, po regjia, fiksoheni mos e ndryshoni, në Shtetet e Bashkuara në presidentin Theodore Roosevelt nga viti 1906 dhe në vitin 1909, duke bërë atë kabinetin e parë në historinë e Shtetet e Bashkuara me një Jewish brenda tij. Sekretari Strauss shërbeu gjithashtu në 4 administrata presidenciale si përfaqësues i SHBA-ve në perandorinë osmane dhe ka kandiduar për guvernator të New Yorkut në vitin 1912 me partinë si kandidat i Partisë Progresive. Pas shpërthimit të luftës filipino-amerikane në vitin 1899, sekretari i Shtetit të Shtetet e Bashkuara John Hay i kërkoi Straussit t'i afrojë Sultan Abdulhamit II dhe t'i kërkonte atij që t'u shkruante një letër myslimanëve Moro Sulu të sultanatit Sulu në Filipine, duke u thënë atyre që të bëheshin aleat me amerikanët dhe të mos bashkoheshin me kryengritësit Filipinas. Dhe Straussi do të shkruante se mohamedanët Sulu kanë refuzuar të bashkohen me kryengritësit dhe kanë vënë veten në kontrollin e ushtrisë tonë, duke i njohur kështu sovranitetin amerikan. Rebelimi Moro
shpërtheu përsëri në vitin 1904 me një luftë të zjarrt midis amerikanëve dhe myslimanëve Moro. Dhe janë kryer shumë izori dhe kundër grave dhe fëmijëve mysliman, dhe kjo quhet masakra e kraterit Moro, që kulmojnë këto masakrat të amerikanëve kundër myslimanëve në Filipine. Do të flasim një çik për Jesse Straussin, i cili ka jetuar në 1872-1936, ka qenë president i biznesit familjes në vitet 1930, derisa presidenti SBA-ve Franklin Delano Roosevelti emëroi si kryetar të administratës së përkohshme të ndihmës emergjente, që ka akronimin TERA. Roosevelt emëroi pasaj dhe ambasador të SBA-ve në Francë në vitin 1933 dhe ai paraqiti letrat kredenciale në Paris më 8 qershor 33. Në vitet 30 ai ishte kundër përpjekjeve të gjujshve amerikanë për të organizuar një kundërshtim ndaj regjimit nazist në Gjermani, me bindjen se kjo lëvizje po nxiste telashe për një çështje në të cilën përfshirja e tyre tregonte vetëm pafsinë e tyre për t'u integruar plotësisht në jetën amerikane. Do të flasim një çik për Roger William Strauss Jr., i cili ka jetuar në vitet 1917, ja ku e keni në foto, 2004, ka qenë bashkëthemelues dhe kryetar i Farrar, Strauss dhe Giraud, një kompani botuese librash në New York dhe antar i familjes Guggenheim. Dy nga xhaxhallarët e tij të mëdhenj u zhdukën gjatë fundosjes së Titanikut, dhe këta ishin Isidor Strauss dhe Benjamin Guggenheim, dy bankierë shumë të fuqishëm që ishin kundër themelimit të Fedit ose Federal Reserve System dhe kundër Rothschildve, dhe madje mendohet se ka patur një komplot kundër tyre duke mbytur Titanikun me një shpërthim dhe jo duke u goditur me një iceberg, si thuhet rëndom nga historia. Kjo është një histori konspiracioni në fakt, dhe dyshimet më të mëdha i sjell fakti se John Pierpont Morgan, i cili kishte financuar anijen dhe do të bënte udhëtimin me anije, nuk u paraqit atë udhëtim me disa pretekste, thon teoritë e konspiracionit. Ky ka qenë dhe redaktor Rogeri, pra, i faqes editoriale të New York Times, bashkë me Charles Mers, që ka qenë një mik i babait të tij, dhe e prezantoi në fakt ky Straussin tek John Farrar, tek Farrar and Reinhardt. Të dy pasaj themeluan firmën Farrar Straus and Company në nëntor të vitit 1945. Do të flasim tash një çik për një antar të familjes Strauss, i cili jeton dhe mund të jetë i njohur për shumë nga ju kur t'i dëgjoni emrin, Dominic Strauss-Kahn, i cili ka lindur vitin 49 dhe jeton ja ku e keni, i cili ka qenë menaxheri kryesor i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe antar i Partisë Socialiste Franceze, ka shërbyer në detyrën e drejtuesit Fondit Monetar deri më 18 maj 2011 dhe pastaj pati një akuzë se ai kishte sulmuar seksualisht një pastruese hoteli. Gruaja e tij e tretë ishte Anne Sinclair, që ishte nga familja Schwartz, dhe Micheline Nanette Rosenberg ka qenë nëna e saj dhe babai i saj Josef Robert Schwartz. Përmes nënës saj, ajo është mbesë nga nëna e Paul Rosenberg, një nga tregtarët më të mëdhenj të artit në Francë dhe pastaj ish vendosur në New York. Do të flasim një çik për familjen Taft, për Alfonso Taftin, i cili ka jetuar nga vidimi, ja ku e keni, është njëri shumë i rëndësishëm. Ky është themeluesi kryesor i urdhrit Kafka dhe Kocka, i cili mblidhte fëmijët e elitës amerikane në Universitetin e Yale-it në Connecticut. Ky ka studiuar në Gjermani dhe këta kanë qenë dy shepuj të
filozofëve gjerman të kohës, ka qenë prokurori 34 i Shtetet e Bashkuara, gjatë kohës kur drejtonte si president Ulysses Grant, ndoqi edhe ky kolegjin e Jales dhe në 1829 krijoi shoqërinë Skull and Bones, ose Kapkë dhe Kocka, e cila u krijuar në vitin 1832 së bashku me William Huntington Russell. Librin Shoqëria sekrete Kapkë dhe Kocka e ka përkthyer Shtëpia jo mbotuese dhe është një libër shumë interesant. Po flasim për një antar tjetër të familjes Taft, që është Charles Taft, i cili ka lindur në vitin 1843, ku e keni në foto nga regjia, sa po ja përcjell, dhe ka vdekur në vitin 1929. Ka qenë antar i dhomës së përfaqësuesve SHBA-s, pra kongresmen nga Ohio, dhe ka qenë pronar në minorancë i ekipeve të bejsbollit Chicago Cubs dhe Philadelphia Phillies. Ka qenë gjyshi pilotit të luftës parë botërore David Ingalls, i cili u martua me Louis Hale Harkness, mbesën e Daniel Harkness, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e kompanisë më të madhe ndoshta të naftës në botë, Standard Oil. Gjithashtu ka ndihmuar Charles Taft familjen DuPont që të ndërtonte hotelin McAlpin. Mirë, vazhdojmë me një antar tjetër të familjes Taft, që është William Howard Taft, i cili ka lindur në vitin 1857, ja ku është ky paploku këtu, dhe ka vdekur në vitin 1930, ka qenë president i 27 i Shteteve të Bashkuara dhe ka shërbyer si kryetar gjykatës së 10, sekretari 10, gjykatës së lartë në Shtetet e Bashkuara nga viti 1921 dhe në vitin 1930, dhe ky ka mbaruar, e këtë tjetër do mbaroj një Taft, Universitetin e Yale-it në Connecticut, dhe ka qenë antar i organizatës shumë okulte dhe të fuqishme Skull and Bones, ose Kapkë dhe Kocka, themeluesi së cilës ka qenë babai i tij. Ka qenë mason, qysh më 18 shkurt 1909, data kur është iniciuar si mason i lirë, dhe ai thot që kam qenë mason që kur kam lindur, dhe ka qenë në lozhën Kilwinning numër 356 në Cincinnati, Ohio, dhe është pranuar nga mjeshtri i madh i lozhës Charles Hoskinson. Por dhe babai dhe dy vëllezërit e tij kanë qenë gjithashtu antarë të kësaj lozhe. Mirë, vazhdojmë me një antar tjetër Taft, që është Henry Waters Taft. Ka lindur në vitin 1859 dhe ka vdekur në vitin 1945, është personi që është në foto. Edhe ky ka mbaruar Yale University dhe ka qenë antar i Skull and Bones, ose Kapkë dhe Kocka. Gjatë konventës vjetore të Shoqatës Amerikane të Avokatëve, Henry Taft dhe delegatët e tjerë bën një udhëtim në Bohemian Grove, në pyllin Bohemian. Ai tha se vllai i tij, William Howard Taft, ishte gjithashtu shumë i dhënë pas klubit Bohemian. Ai ishte mbështetës i lidhjes së kombeve dhe shkroi disa artikuj mbi këtë organizat për New York Timesin dhe The Times. Ishte dhe kryetari bordit këshillimor të ushtrisë së shpëtimit për qytetin e New Yorkut nga viti 1920 dhe në vitin 1940. Do të flasim tashi për një familje tjetër të rëndësishme, që është familja Vanderbilt. Gertrude Vanderbilt Whitney është personja e parë për cilin ne do flasim nga kjo familje. Ka lindur në këtë familje të pasur dhe u martua me një antar të familjes Whitney. Në fakt ajo u martua me një sportist shumë të pasur që ka qenë Harry Payne Whitney. Bankier dhe investitor, Whitney ishte djali politikanit William Collins Whitney dhe Flora Payne, motër e manjatit kompanive Standard Oil të naftës Nathan Payne. Gertrude ka qenë gjithashtu kujdestarja ligjore
e Gloria Vanderbiltit për të cilin do të flasim më poshtë. Vazhdojmë me Konsela Vanderbilt, e cila ka lindur në vitin 1000, ja ku e keni në foto, ka lindur në vitin 1895 dhe ka vdekur në vitin 1921, u martua me Charles Spencer Churchill, me dukën e nënt Marlborough në 1895 dhe patën 2 fëmijë. Charles Churchill ishte kushëri i parë i kryeministrit të famshëm të arshëm britanik Winston Churchill. Këta qëndruan të martuar për 2 vjet përpara se të divorcoheshin. Friedrich Vanderbilt është një antar tjetër i familjes Vanderbilt, shpeshherë quhet fusha Friedrich Vanderbilt. Ka lindur në vitin 1905 dhe ka vdekur në vitin 2000, siç e shikoni, çfarë pamje tjetër mund të ketë ky përveç se një komunist dhe një marksist. Ka qenë aktivist politik, shumë i majtë dhe kishte lidhje me komunizmin gjatë kulmit të luftës të fushatës të mekartheizmit në vitet 50 kundër komunizmit në Shtetet e Bashkuara. Ky ka mbështetur kandidatin socialist për president Norman Thomas në vitin 1928. Ka dhuruar para dhe shumë kohë për kauzat komuniste në vitet 1930, 1940 dhe 1950. Do të flasim një çik për William Burden, i cili është edhe ky nga kjo familje dhe ka qenë ambasador i SBA-s në Belgjik, në presidentin, ja ku e keni në foto, në presidentin Eisenhower. Ka punuar për Brown Brothers, Harriman and Company nga viti 1927 dhe në vitin 32, e cila ka qenë banka investime ku punoi dhe Prescott Bush, gjyshi i George Bush Juniorit ose babai i George Bush plakut, dhe që kishte lidhje me bankierin gjerman nazist Fritz Thyssen, që financoi Adolf Hitlerin. Ky ka shërbyer William Burden si president i Muzeut të Artit Modern në New York City, i financuar nga familja Rockefeller, ishte antar i Institutit Smithsonian dhe drejtor i Këshillit Marrëdhënieve me Jashtë, ose i SFRS, Council on Foreign Relations. Do të flasim për një antar tjetër të kësaj familje, John Hammond Vanderbilt, ka qenë producent amerikan i muzikës dhe aktivist i drejtave civile, ka lindur në vitin 1910 dhe fotoja tjetër, po. Dhe ka vdekur në vitin 1987, ka qenë një nga figurat më me ndikim në muzikën popullore të shekullit të 20, ishte përgjegjës për karrierën e Bob Dylan, Bruce Springsteen, Billie Holiday, Aretha Franklin, Stevie Ray dhe shumë të tjerë. Ky është akuzuar për komunist dhe nëna e tij ka qenë Emily Vanderbilt Sloan, pra këta janë Vanderbilt nga ana e nënës. Gloria Vanderbilt është një antare tjetër e familjes Vanderbilt të shumë fuqishme. Kjo ka lindur në vitin 1924 dhe ka vdekur para 6 vjetësh në vitin 2019. U martua 4 herë gjatë jetës saj. Burri i saj i parë ishte Pat DiCicco, i cili ka qenë agent në Hollywood dhe një gangster. Burri i saj i dytë ishte Leopold Stokowski, i cili ishte dirigent muzike dhe kishte pasur si grua të parë dika nga familja Johnson. Burri i saj i tretë ishte Sidney Lumet, i cili ishte regjisor i Hollywoodit, dhe burri i saj i fundit dhe i katër ishte White Cooper, i cili ka qenë aktor dhe babai prezantuesit të shquar të CNN-it, Anderson Cooper, foton e cilit regjia mund na jap më poshtë. Anderson Cooper ka lindur në vitin 1967 dhe vazhdon të jetojë, punon për CNN-in dhe ka emisionin e tij Cooper 360 gradë. Gjatë studimeve në kolegj, ai kaloi 2 vera si praktikant në CIA, ndërkohë që studionte shkencat politike. Mirë, vazhdojmë me familjen e fuqishme tjetër Wallenberg. Marcus Wallenberg Jr.
i cili ka lindur në vitin 1899, ku është një personazh shumë i rëndësishëm, dhe ka vdekur në vitin 1982. Familja Wallenberg ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e grupit Bilderberg, e cila është qeveria hije botërore, dhe ka qenë antar e komitetit drejtues të grupit, ka qenë antar. Domethënë kjo familje shpeshherë, domethënë me pjesëtarët e saj kanë qenë gjithmonë antar në klubin Bilderberg. Këta ftuan në takim drejtor ekzekutiv nga sfera e Wallenbergut dhe kompanive tjera suedeze, si dhe kryeredaktor nga mediat populiste, politikan suedez dhe shkencëtar. Grand Hotel Saltsjöbaden është në pronësi të grupit Wallenberg dhe këtu u bën 3 takime të njëpasnjashme jo të njëpasnjashme, po janë për 3 takime brenda 20 vjetësh, do të thoja 22 vjetësh, të klubit Bilderberg dhe janë bërë takimet e vitit 62, 73 dhe 84. Marcus Wallenberg Jr. ka qenë antar i komitetit drejtues të klubit Bilderberg dhe ka marrë pjesë në takim 22 herë nga vitet 1950 dhe në vitin 1981. Është një familje me shumë ndikim në Suedi dhe ka dhe një sistem bankar shumë të fuqishëm e zotëron familja Wallenberg në Suedi. Mark Wallenberg ka lindur në vitin 1924, është një antar tjetër i familjes. Ky ishte Marcus, kurse ky është Mark Wallenberg. Ka qenë CEO i Stockholms Enskilda Bank deri në vdekjen e tij në vitin 1971. Kishte lindur në vitin 1924. Ka studiuar në shkollën e biznesit në Harvard dhe ka punuar në Gjenevë në Credit Lyonnais dhe Paribas në Paris, Hamros në Londër dhe në New York në Morgan Stanley, National City në Citibank dhe Brown Brothers, Harriman and Company. Mark kaloi disa vera si mysafiri familjeve tilla të shquara si familja Morgan dhe Rockefeller, të cilët ishin miq të babait, xhaxhait dhe gjyshit të tij. David Rockefeller ishte një mik adoleshent i Mark Wallenbergut. Vazhdojmë me antarin tjetër, Peter Wallenberg Senior, i cili është ka lindur në vitin 1926 dhe ka vdekur në vitin 2015. Familja Wallenberg ka dhe dhomën e vet që quhet dhoma Wallenberg në selin e Institutit Financave Ndërkombëtare me akronimin ICC në Paris. Peter ka qenë ish presidenti i ICC-s, pra Institutit Financave Ndërkombëtare në Paris, dhe është antar i Komisionit Trilateral, pra Trilateral Commission. Ai ishte antar i bordit korporatës bankare zvicerane, Fondacionit Nobel dhe shumë institucioneve të tjera gjatë jetës së vet. Mirë, do të vazhdojmë me një antar tjetër që është Jacob Wallenberg, i cili ka lindur në vitin 1956, ja ku është fotoja dhe është ende gjallë. Është antar i Komisionit Trilateral i grupit Bilderberg, ka qenë zëvendës kryetari i Komisionit Ekonomik Botëror, i Forumit Ekonomik Botëror, dhe ka shërbyer si antar i bordit për kompani të shumta. Ka qenë zëvendës kryetar i Atlas Copco, i grupit SAS, i Stora Ensos, dhe ka shërbyer në bordin e kompanisë Coca-Cola, Electrolux, WM Data dhe në dhomën e tregtisë së Stockholmit. Ka shërbyer gjithashtu në bordin e Nasdaq Incorporation, fondacioni të Wallenberg dhe këshillimor të liderëve ndërkombëtar të biznesit. Do të flasim tash për Marcus Wallenberg, i cili ka lindur në vitin 1956 dhe është ende gjallë, është antar i Komisionit Trilateral dhe ka punuar si bankier në disa bankat, Citibank, Deutsche Bank, e ndjekur nga
C.G. Warburg and Company dhe grupi SEP. Ka qenë kryetar dhe drejtor ekzekutiv dhe investitor AB dhe zotëron shumë degë përfshirë bursën Nasdaq. Ka qenë kryetari i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë ICC dhe është zëvendës kryetari i Institutit Financave Ndërkombëtare. Do të flasim një çik për familjen tjetër shumë të rëndësishme Warburg, të cilët janë familje Jewish. Do të flasim për Paul Warburgun, i cili është njeri shumë i rëndësishëm në krijimin e Fedit. Ky është një nga njerëzit kryesor i dërguar nga familja Rothschild për të krijuar bankën qendrore të Shteteve të Bashkuara në kontrollin e disa familjeve Jewish. Ky ka marrë pjesë në takimin e vitit 1910 dhe 1913 në Jekyll Island, ku senatori republikan Nelson Aldrich dhe pas tij shumë bankierë të tillë krijuan projekt ligjin Aldrich që ja u fali bankën qendrore Jewishve të Evropës dhe ky do të quhej akti rezervës federale. Ky u zgjoz drejtor i Wells Fargo and Company në vitin 1920, pra Paul Warburgu, ka qenë zëvendës kryetar i bordit të rezervës federale, ka organizuar dhe u bë kryetari i Bankës Ndërkombëtare të Pranimit New Yorkut në vitin 1921 dhe që më vonë u ble nga Bank of the Manhattan Company në vitin 1929 që mori emrin Chase Bank i Rockefellerve, ku ai mbeti kryetar. U bë drejtori i Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë ose i SFR-s në themelimin e saj në vitin 1921. Kjo fytyrë është shumë e rëndësishme për të krijuar fuqinë e pak familjeve në botë kundër shumicës. Felix Warburg, vllai i tij po aq i rëndësishëm, i cili ka lindur në vitin 1871 dhe ka vdekur në vitin 1937, ka qenë i martuar me një vajzë nga familje Jewishe, prap shumë të fuqishme bankierësh nga familja Schiff. Jakob Schiffin e përmendëm pak më përpara dhe familjen e tij se sa të fuqishëm ka qenë, pra ka qenë dhëndri i Jacob Schiff. Është martuar me Frida Schiff në vitin 1895. Kam pasur një vajzë që e quajtën Carola Warburg dhe kjo u martua me Walter Rothschild, djalin e Simon Rothschildit, kryetarit të bordit të Abraham and Strauss dhe themelues i dyqaneve të departamentit të federuara. Felixi ka qenë një udhëheqës i rëndësishëm i Komitetit të Përbashkët të Shpërndarjes Jewish Amerikane. U krijua për të ndihmuar ebrejt Jewishët, kjo shoqat në Evropë në periudhën që i ka paraprirë depresionit të madh në vitet 28-29 në Shtetet e Bashkuara. Do të flasim prap për një antar të familjes Warburg, James Warburg, 1886-1969, ka qenë këshilltar financiar i presidentit Franklin Delano Roosevelt dhe djali Paul Warburgut. Ka punuar në drejtimin e babait të tij në bankën Chase Bank ose Manhattan. Në vitet 21-35 ka qenë antar i Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe është bërë i njohur në një paraqitje para Komitetit Senatit të Shtetet të Bashkuara më 17 shkurt 1950, ku ai tha: "Ne do të kemi një qeveri botërore, pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo. Pyetja është vetëm nëse qeveria botërore do të arrihet me pëlqim apo me forcë." E ky është ai që ka thënë që tër bota të jetë në dorën dhe në çizmen e pak vetave si punë e këtij. Flasim tash për një antar tjetër të familjes që është Zygmunt George Warburg, i cili ka lindur në vitin 1902, ku e keni në foto, dhe ka vdekur në vitin 1982, ja, dhe librat që lexojnë i kanë të gjitha si të sundojnë në botën dhe të kontrollojnë shumicën, dhe këta nuk ngopen kur me para dhe me pushtet.
Në periudhën para luftës dytë botërore, Zikmundi punoi për organizatën Z, një degë shumë sekrete e MI6-it dhe SIS-it dhe raportonte nga Zvicra në takimet e tij të rregullta me Hjalmar Schacht, që ishte president i Reichsbankut gjerman, i Reichsbankut nazist, dhe gjithashtu ishte bankeri më i fuqishëm gjerman. Ai u detyrua të largohej nga Partia Nacional Socialiste e Adolf Hitlerit dhe u zhvendos në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 34, ku bashkëthemeloi C.G. Warburg and Company në vitin 46 me emrin Henry Gramfeld. Mirë, vazhdojmë me familjen tjetër të fuqishme, Whitney. Williams Collins Whitney, i cili ka lindur në vitin, ja ku e keni në foto, 1841 dhe ka vdekur në vitin 1904, ka qenë sekretari 31 i Marinës Amerikane në presidentin Grover Cleveland. U diplomua nga Universiteti Yale's në vitin 1863 dhe sigurisht që nuk mund të mos ishte antar i Kafka dhe Kosko, ose Skull and Bones. Do të flasim për një personazh tjetër të familjes Whitney, që është Richard Whitney, i cili ka qenë president i bursës së New Yorkut gjatë kohës së depresionit të madh në vitin 1929 dhe në vitin 1938 u akuzua për përvetësim dhe u dënua me 5 deri 10 vite burg. Do të flasim pak për një antare femër të familjes Whitney, që është Flora Payne Whitney, e cila ka lindur në vitin 1897 dhe ka vdekur në vitin 1986. Kaloi regjia më poshtë, keni foto të një zonje që ja u kam dhënë. Flora Payne Whitney ka punuar ngushtë me familjen McCormick, ja ku e keni, gjatë luftës së parë botërore në Komitetin Ekzekutiv Kombëtar Republikan të Grave. Kur bëri debutimin e saj artistik në vitin 1916 në vilën Payne Whitney, The Reefs, që është vila, ajo shoqërua nga Quentin Roosevelt, djali i presidentit Theodore Roosevelt. Do të flasim pak tash për një antar tjetër të familjes Whitney, i cili është dhe personi i fundit dhe familja e fundit që ne po diskutojmë, dhe ky është John Hay Whitney, i cili ka lindur në vitin 1904 dhe ka vdekur në vitin 1982. Ky ka qenë njëri i rëndësishëm përderisa ka qenë dhe ambasadori i SBA-s në Mbretërinë e Bashkuar, ka qenë botuesi i New York Herald Tribune dhe pasoi Nelson Rockefellerin si presidenti i Muzeut të Artit Modern në vitin 1941. Ka qenë antar i Scroll and Key. Ndërsa ishte në Universitetin e Yale-it, ai frymëzoi shpikjen e termit crew cut, prerje e një grupi të kufizuar për prerjen e flokëve të preferuara nga ekuipazhi i kanotazhit që ende mban këtë emër. Whitney ka shërbyer në forcat ajrore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, pra bëhet fjalë për John Whitney. Ka qenë oficer inteligjencë gjatë luftës dytë botërore, i caktuar në zyrën e shërbimeve strategjike SOE, që është atëherë sot CIA. Në fakt, ky u zurop nga gjermanët në Francën Jugore, por iku kur treni që transportonte në një kamp për të burgosur luftë ra në zjarrin e aleatëve. Më 1 mars 1942, ai u martua me Betsy Cushing Roosevelt Whitney, ish gruan e James Rooseveltit, djalit të Franklin Delano Rooseveltit, dhe i ka adoptuar 2 vajzat e saj me djalin, me James Rooseveltin pra. Ai gjithashtu pati një lidhje dashurie me Pamela Arimanin. Nuk e dim nëse Pamela kishte dhe ajo ndonjë fëmijë,
që ky t'ja adoptonte dhe t'ja rriste dhe fëmijët e saj. Nuk e dim nëse ka lindur vetë, ishte i Zoti, apo jo të lindë në një fëmijë vetë. Mirë, e mbyllim këtu dhe para se ta mbyllim këtë emision që besoj që është shumë interesant për ata që kanë dhem të fort dhe duan ta në mish, se ata që duan të pinë qumësh e duan biberonin, mire kanë letë t'ikin në një emision tjetër. Dua t'ju kujtoj, para se t'ikim, një subscribe. Është shumë e vështirë, domethënë se është vështirë të ngrihet dora ke telefoni dhe të shtypet, shumë e vështirë, nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet të tjera interesante.